Të nderuar, qeveria mbajti mbledhje të jashtëzakonshme për shkak të mungesës së energjensave për funksionimin e transportit publik në territorin e qytetit të Shkupit, ku konstatua gjendja e rëndë dhe mungesa e karburantit për nevojat e ndërmarrjes së qarkullimit publik, me çka qeveria u kyç për zgjidhjen e këtij problemi. U miratua vendimi me të cilin përcaktohet ekzistenca e gjendjes së krizës në furnizimin me energji për ngrohje në rajonin e Shkupit, për shkak të mungesës së energjisë termike, mundësisë për përdorimin e karburanteve alternative dhe situatës në tregun e energjisë termike. Në bazë të këtij vendimi u mundsua huazimi një pjesë të rezervave shtetërore të naftës për qytetin e Shkupit. Gjithashtu, sot Byroja për Furnizime Publike miratoi vendim me të cilin plotësohen kushtet për të zhvilluar procedurë negocuese pa shpallje të thirrjes, me qëllim shkurtimin e periudhës për blerjen e derivatit të nevojshëm për qytetin e Shkupit. Me këtë qeveria adreson dhe zgjidh çështjen e vështirësive në funksionimin e ndërmarrjes së qarkullimit publik.